Klosion FM. Gjibani ka bërë një reagim në fakt, Niko, nuk e dija, e ke ndjekur në rrjetet e tij sociale, duke shprehur mirënjohje, le të themi, dhe një farë falënderimi për Loredanën, e cila dje pyeti nëse ishte mirë me shëndet babai i Gjibanit apo jo, dhe kur e mendon ishte e vetmja që u kujtua për të bërë një pyetje të tillë. Edhe i gjesti më duket ka qenë momentin e parë. Po, momentin e parë, po. Këto të dy vetëm janë interesuar, po mua ma bit gjithmonë Gjibani se na është krijuar ai imazhi i të fortit, i në thojnë Zagangos, edhe gjithmonë del me një status emocional. Po është emocional, ka treguar që është emocional. Nga fore pra. Është gafore, nuk e si ishte shpreha e gaforeve, të plagosin por nuk të vrasin. Nuk të vrasin, po, e vërtet. Rozana është gafore, Gjibani. Kë kemi tjetër? Këta të dy ishin. Këto të dy më duket. Gafore, po, këto të dy janë gafore. Duket se dhe kryeministri jon Edi Rama është gafore, më duket. Ja, po janë korrik gafore dhe po. Korrik, të vret ai, ja. Plagos. Ja, na plagosi me TikTokun. Po nuk na vrau. Çfarë nuk të vret? Të bën më të fort Niko Komani. Gjibani publikoi edhe një foto të babait të tij para pak ditësh që donte në një farë mënyrë të tregonte që është mirë tani. Me lejen e tij thoshte në status, në story që ishte e vërtet, jo thjesht që është mirë, por që ishte e vërtet sepse shumë aludonin se ishte gjitha një skenim i produksionit dhe prandaj donte që të tregonte që çdo gjë që kishte ndodhur ishte reale. Po janë disa komente në fakt, ne e folëm pak më parë që bëjnë nga këto aludimet, nga këto konspiracionet, bëhen skenarist, autor, domethënë ndërtojnë vetë. Dhe ne shqiptarët po sfumit që konspiracion brenda nuk ka. Për shembull është komentuar dhoma e bardhë, duke nxjerr foto të vjetshme. Dhe thonin do kthehet Egli. Për pijamet e Eglit janë ato të Eglit, ajo i vishte me kuadrata dhe atletet e bardha janë të nuk e di ca komente. Një tjetër konspiracion për shembull që dita e djeshme e prezantimit Rizartës edhe klipi i saj ku ajo tregonte, jo po, më fal. Po. Domethënë ai tregim bëhet për dhomën e rrëfimit, që ta theksojmë të gjithë. Pra ai lloj tregimi dhe ajo mënyre të treguarit të gjërave dhe etapat se si i tregon është për dhomën e rrëfimit. Për dhomën e rrëfimit, po. Kështu që nuk mendoj që ishte aq e madhe sa u bë, që thonin jo po u shfrytzuai moment, jo, ishte një moment shumë personal. Shikoj, po mendoj që ka qenë me psikolog. Un kam qenë pjesë e një reality show dhe ato biseda kanë qenë të përditshme. Pra, se ti tregon, e di, se dhe unë e di për shkakun që ti kur ishe ngarkuar doje të shkojnë dhëm trafimit, mund edhe të qaj aty. Dhe nga një muhabet del tjetri, bravo. Dhe nuk mendoj që ka qenë me psikolog, por ka qenë një bisedë midis vllait madh edhe Rizartës. Po u bë shumë e madhe në atë moment. U bë shumë e madhe duke e nxjerrë si viktim. Ndërkohë nga ajo gjë, unë mendoj se Rizarta duhet ditë nga gjithë ne si fituese. Pak më ashtu e pashte sytë e mi. Domethënë feel love të jesh. Unë mendova sepse një vajza që artikuluar, e shkolluar, sepse në fillim kur hyri është thënë që është nga vajzat e ekselencës. Dhe nuk mendoj që duhet të flitet apo të trajtohet në këtë farë forme siç po komentojnë si gjuna, sepse në fakt ajo tregoi dhe ishte një mesazh shumë i fortë që edhe kur ti mund t'i kesh gjithë ditën prindrit në punë, të cilët sakrifikojnë, nuk ta japin atë dashurinë ndoshta që ti ke nevojë në momentet e tua, sepse nuk janë aty, sepse po mundojnë që të mbajnë familje në këmbë e gjëra të tilla. Si këto ti ja ke dalë, ti ke studiuar, ti je bërë një vajzë shumë e mirë, artikuluar, edhe njerëzit po të njohin në një tjetër dimension. Dhe ti je Rizarta, se në botën e Instagramit unë Rizartin e njeh para Big Brotherit. Pra, unë nuk e kisha parë asnjëherë me të drejtën. Ka patur këtë stilin, nuk është se po hiqet si një vajzë e mirë apo e urdhë në Instagram, ka mbi një vit e gjysmë që ndjek. Gjithmonë ka qenë kështu, është shumë solare. Është Rizarta, ka disa momente që mua më pak nervin, po kur bëhet si zysh. Okej. Që do t'japi leksione. Po, bëhat la enët, këto gjëra nuk por nuk i duron dot rurim, por që është edukuar është shumë, se dhe mënyrën kur të urdhëron ka më shumë edukat. Me shumë finesë. Me shumë finesë, as thot kapi laj bëj. Vjen aty të bezdiste, ka po prapë shumë edukat. Po prapë është me edukat. S'kemi balonur me vetë që tha
Paloma. Paloma e bëri për 2 lekë, po gjithsesi. Pastaj mendoj që mund të ketë diçka në mendjen e saj, të gjithë kanë hyrë me diçka në mendjen e tyre për të luajtur në Big Brother. Ajo gjë i eci, tani po merr atë rrugë, nuk mund të ndryshosh rrugë kur ti je futur gjës, mendoj. Edhe vizualisht do të thonë se e këndshme, si vajzë. Po. Këndshme. Ka vajzat e bukura aty. Pra Arbër hyn tek direkt. Pra Arbër direkt unë pyetjen hyn tek preferencat e tua sa i përket vajzave. Flas nga aspekti fizik, por edhe intelektual, se është goxha e formuar. I ke qejf dhe të zgjuara, që ta sqarojnë. Jo vetëm TikToker. Trupit gjykues. Që ta sqarojnë si muhabet. Flas para trupit gjykues. Se të ka dalë nami që i do vetëm të bukura. Preferenca bjonde apo brune? Ja nuk i ndan. Bjonde, mendojmë bjonde. Arbri? Po. Ja, edhe brune. Pse unë Edhe brune. Unë kam parë diçka. Si tregon shoqes tënde spiune, vetë sinqert në të njëjtën kohë. Ishte mirë me ato mohabetet me rrëmbime me pistolet. Po, mirë ke. Përpara se të na rrëmbej Elona Duro, ndjekim pak publicitet dhe do të na bashkohet për pak një tjetër bjonde karizmatike e kësaj studioje dhe e Top Albania Radios. Jemi drejt fundit të programit dhe pas pak minutash në këtë studio do të vija Tsunami. Uragani. Harabelli. Stormi. Elona Duro sot ka të ftuar Liamin, do të komentojnë të gjitha ngjarjet dhe çfarë ka ndodhur në Big Brother. Edhe dëgjoni pas pak minutash Big Brother Radio, sepse ne jemi në fund. Niko, ishte shumë i mirë sot. Nga këto që tham. Pra dinamikat tona edhe në pardon ndryshojnë nga javë në javë, Arbër. Pra një javë është Gerta në vend të parë, pastaj del Rozana, këtë javë kemi Danjën. Të shohim se kush do të na impresionoj, të na marrë gjeps javën tjetër. Para se ta mbyllim emisionin, dua të përshëndes kudo që jetë Lej Krajan. Të mungoj sot. Djeva mungesën e saj sot edhe. Të mungoj Lej sot. Është vërtet, Lej mos e bëjmë atë. Arbri të do. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe dëgjim të këndshëm të Big Brother Radio pas pak me Elonën.